A të ka ndodhur ndonjëherë që pa pritur të filloj të kruhet dora, dhe dikush me njëherë të thot, mos e kruaj, është shenjë do marrësh para. Në kulturën shqiptare thuhet kështu, dora e djath para që vijnë, dora e majt para që ikin. Por pse ekziston ky besim, dhe nga vjen ai? Shumë kohë më parë shqiptarët besonin se çdo pjesë e trupit dërgonte një lloj paralajmërimi. Djathta ishte dora e punës, dora e së mirës, ajo që sillte bereqetin dhe fitimin, ndërsa e majta lidhej me shpenzime, dhënie dhe humbje. Prandaj kruarja e dorës nuk shihej si ndjesi fizike, por si një shenjë. Sipas traditës, nëse të kruhet dora e djathtë, do marrësh diçka të mirë dhe të papritur. Një pagesë, një dhuratë, një fitim apo një lajm të mirë financiar. Në disa zona thonin madje, mos e kruaj me dorë tjetër, fërkoje te xhepi që të vinë lekët drejt aty. Ndërsa dora e majt ishte ndryshe. Nëse të kruaj, besoje se do dalësh shpenzim, do paguash diçka ose do humbësh para. Nga të vjetrit dëgjoje shprehjen, kur të kruhet e majta, shtrëngoje dorën që të mos ikin lekët. A ka logjik pas kësaj? Disa thonë se është simbolik. Djathta merr, e majta jep. Kaq e thjesht dhe e fuqishme. Të tjerë thonë se është thjesht traditë, një nga ato besime të bukura shqiptare që kanë kaluar brez pas brezi derisa u bë pjesë e përditshmërisë. Dhe sot, në 2025, njerëzit prapë thonë pa u menduar. Të kruhet e djathta, hajde lek. E majta, hë shpenzim po vjen. Kështu që herën tjetër kur të kruhet dora, kujtoje këtë bestytni të vjetër. Nëse është e djathta fat po vjen. Nëse është e majta para po ikin. Por një gjë është e sigurt. Shqiptarët dinë si ta kthejnë edhe kruarjen e dorës në parashikim të fatit. Nëse do, ta bëjmë njëherë edhe një tjetër skenar për temën kur të digjet veshi po të përflasin.